Sho që nuk qënë ka vënd... dhe këtu Ledion. Jo, nuk qënë ka vënd për taka fare, vënd për taka nuk është. Si të duket, bukur është kështu, këndshëm. Shiko, Stelina, njaftohu me faktin që të paktën, edhe pse nuk i dihet, nuk do ketë peshkaqen aty rrothu. Kaq është. Stelina, më dëgjon? Shkojmë pak të akuariumi. Stelina! Po, Ledion, më duket se ka marrë në vëndin e dur, se pas ka perla edhe këtu. Më duket sikur ka marrë dhe përgatitur. Aty ka perla e qas ka, po shiko, halli është... Nëse je Nemo, duhet të gjesh Dorin, do me thënë kjo është situata. Shiko, mendoj që nuk do ta kem shumë problem të ambientojmë akuariumi, se unë jam gafore në shenjë horoskopi. Po, dhe gaforet për shtatën kollaj me... Jam në habitatin tim, mendoj. Po provoj njëherë, shiko, se mund të zgjedhësh edhe ku do rish, apo do thuash ku do rish aty, ama në shtriu aty, ku të rish aty. Po, tamam. Shiko, unë do zgjedh që t'jem më mirë, do zgjedh këtë në cep që është pink. Pink, okej. Sa kemi aty? 1, 2, okej. Po pse janë kaj shumë, jam kurioze unë? Se dim. Ajo do ngelet për të parë. Kështu që nga shumë i rehatshëm. Kaq të rehatshëm janë shtretit në akuarium? Jo, ato aty janë të rehatshëm, aty janë yll. Unë nuk e dia peshqit flenë me dysheqe, po që varet se çfarë lloj peshku je. Ne jemi ato lloj peshqish. Mirë, Stelina, po të lë të luash me gurë, me... Faleminderit. Me perla, me varsë, me këtë... Faleminderit. është një moment shumë i bukur tek Nemo, që është një nga kartonat e mi të preferuar, që i thot Dorit, kur bëhet gjëja shumë e vështirë se s'poja dalin, i thot, vazhdo të notosh. Vazhdo të notosh. Dhe kjo vlen për të gjithë, vazhdoni të notoni, ka për